Kemi zgjedhur një temë, në fakt kam zgjedhur një temë të cilën është pak sa shqetësuese sepse çdo gjë ndryshoi pas pandemisë. Sot temën e kam që do ta diskutojmë bashkarisht është ankthi kolektiv pas krizave globale. Sigurisht jemi të gjithë që e përjetuam pandeminë, përjetuam shumë luftra, vazhdojmë të përjetojmë inflacionin, vazhdojmë të përjetojmë krizat të ndryshme, inteligjencën artificiale që mundohet që ta ndryshon edhe tregun e punës. Sigurisht që brenda pak vitesh, bota kalon në një krizë në një dimension tjetër. Pa kohë për tu rikuperuar ne emocionalisht, pra nuk kemi kohë, sepse po ecën me hapa gjigant. Dhe ndoshta problemi më i madh sot nuk është vetëm ekonomik apo politik, por është më tepër psikologjik. Dhe unë do doja që sot të diskutojmë në lidhje me këtë temë, ankthin kolektiv pas krizave globale. Pra, apo jetojmë në një gjendje alarmi ne si shoqëri të vazhdueshme, apo është bërë ankthi një emocion normal i përditshmërisë tonë që e kemi. Për shembull, kur krizat zgjasin, frika individuale kthehet në një gjendje kolektive, sepse po e përcjellim rreth e rrotullt. Dhe pastaj fillojmë të gjithë të mendojmë një lloj. Po sikur themi të gjithë në kolektiv, po sikur mund të përkeqësohet situata, po sikur mund të mos ketë stabilitet në vendin tonë, po sikur të mos ketë siguri, ajo që na dhe më shumë, siguri për fëmijët tanë. Prandaj sot unë do doja që bashkarisht të flasim për ankthin pas krizave globale. Na thoni, a ndjeni të tensionuar sot më shumë se sa para pandemisë? A ka ndryshuar mënyra edhe qasja që e patëm për jetën sot se sa para pandemisë? Të gjithë kemi një hapësirë boshe, një periudhë pas pandemisë, edhe pse ishte një kohë shumë e frikshme, e errët, por ja që e mbijetuam, edhe kemi patur edhe shumë humbje jetësh, nga më të afërmit, të cilët nuk patën mundësi që t'ja dalin, por unë do doja sot të flasim në lidhje me këto tema të cilët po na shqetësojnë shumë, ankthi kolektiv pas krizave globale. Dhe unë uroj që këto mendimet tuaja dhe përjetimet që i keni, do të na shkruani në numrin ton 078 452 935 dhe bashkarisht do t'i ndajmë, sepse kemi shumë njerëz të cilët pas pandemisë kanë humbur shumë vende pune, kemi shumë njerëz të cilët janë në të njëjtat vende pune, kanë dëshirë që të ndryshojnë diçka, por nga frika e madhe nuk ndryshojnë edhe vetëm mbetemi në atë zonën e komforit që nuk kemi guxim për të shpërthyer, për të shkuar pak më lart. Prandaj sot do ta diskutojmë ankthi kolektiv pas krizave globale. Unë ju falenderoj dhe ju them mirëmëngjes për gjithë ata të cilët po zgjohen tashmë. Dhe një mesazh i parë thotë: mirëmëngjes nga Zvicra, je më i miri, një ditë të këndshme të dëshiroj. Faleminderit shumë i nderuar. Faleminderit shumë ju të gjithë që jeni me emisionin tonë 9-11, pra nga ora 9 deri në orën 11. Ju dëshiroj një ditë të këndshme, të mirë, të mrekullueshme. Dhe ne jemi këtu megafoni i shoqërisë. Pra do të mundohemi që gjithkohës që të flasim për problematikat që na shqetësojnë në vendin tonë, problematikat familjare, tema tabu të cilët nuk kemi guxim që të marrim ndonjëherë për t'i shtjelluar, por do të mundohemi gjithsesi t'i thjeshtsojmë, t'i afrojmë sa më afër njëri tjetrit dhe t'i diskutojmë ose të gjejmë zgjidhje të paktën. Dhe kjo është misioni i televizionit, edhe misioni im personal, që do të mundohemi të jemi sa më afër për të diskutuar shumë gjëra që dikur i mbanim në fshehësi, në brendësi dhe po e shqetësonin veten, por sot ka ardhur dita që t'i nxjerrim gjërat të këqija, t'i themi shqetësimet, hallet, telashet që i kemi si shoqëri dhe vetëm kështu mund të jemi më produktiv edhe mund të jemi më të socializuar me njëri tjetrin, sepse i themi gjëra. Pra miq dashur, unë ju dëshiroj një ditë të këndshme edhe pres mendimet tuaja sigurisht, pra në lidhje me temën ankthi kolektiv pas
krizave globale. Një gjë, një temë që na shqetëson sigurisht, që të gjithëve na ka prekur. Nuk kemi më të gatshëm për të bërë hapa për mëtutje. Pse? Sepse kemi frikë. Kemi një frikë kolektive. Jemi në këtë zonën e komforit që themi mirë, jemi rehat, do të vazhdojmë kështu, sepse nuk kemi guxim. Ku shkoi guximi? Pra sot do të diskutojmë në lidhje me këtë temë. Unë do doja që pas pak të kemi një lidhje të drejtë për drejtë edhe Valdeta Ismailin për të diskutuar për temat më të reja se çfarë pritet të ndodhi konkretisht gjatë javës këtu në Shkup. Një mesazh të cilin do ta veçoj, thotë nga Shkupi. Gjatë pandemisë humba punën për disa muaj. U riktheva. Por që atëherë jetoj me ndjesinë se gjithçka është e përkohshme. Edhe sot, kur firma po punon mirë, unë kursej në mënyrë të çuditshme. Nuk blej asgjë pa menduar 3 herë, nuk është varfëri kjo, por është frikë që mund të ndodhë sërish. Domethënë, ja një mesazh që pa vedien e ka futur edhe ato të merri në shpirt. Një mesazh tjetër thotë: para disa viteve bëja plane për pushim, për projekte personale, për investime. Sot planit i bëj vetëm për 3-4 muaj. Kam humbur besimin tek stabiliteti afatgjatë. Edhe kur gjithçka duket mirë, kam ndjenjën se diçka do të prish ekuilibrin. Frika, ankthi vazhdon.